Dhe procesi pse ta vash në një arsye pse nuk është bërë. Arsye pse nuk është bërë se nuk është gjetur konsensi dhe dera më tanë që mund votohet një emër i sjellë nga opozita. Edhe pse ju a tha Taulan Balla që do ja lë emrin Juve? Në atë moment ju po të shikoni grupi parlamentar dhe kryetari i grupit parlamentar ka reaguar duke thënë, nëse është serioze kjo që thotë, ne anullojmë firmat për gjithë dhe në bazë të saj, edhe që duhet anullojmë firmat dhe nisim një proces ku ne t'japim 6 kandidatura. Pra ne është në përgjigju për D-ja si grup parlamentar, nuk është se i kanë ndetë në heqja se deklarate. Po atë ditë ka reaguar grupi parlamentar, i cili ka thënë që të rreqim gjithë firmat, me që të PS-ja do një proces, për të bërë një proces të rregullt, dhe me që PS-ja ja lë këtë punë me të vërtetë opozitës, hajtë bëjmë një proces ku të përfshihet dhe PS-ja. Se fund fare, ne kemi nevojë për votat e PS-s. E marrim se bëjmë një çuba vetëm Adrianën e. Tash ti e kalon të PS-ja vetëm votat tona ato 28 vota Adrianë e ka lënë vetëm atë? Jo, sepse na ka ndodhur edhe herën e kaluar ne kemi bërë të njëjtën veprim. Sepse s'ka pasi derë hapur për të folur për emra. Pyetja e fundit. Dhe ne nuk mund të çojmë mish për top. Çoj emra kot kur 26 gjithë duan ta aprovojnë atje në parlament. Po fund e fare çfarë të provojmë? Ne Adrianë kemi pasur një gest, pyetje të tjera kemi bërë pafund dhe Historia si mbaron, kush zgjidhet avokati i popullit dhe çfarë ndikimi ka PD-ja dhe mundësish ka të zgjedhë atë që opozita do? Tani, po të më besoni mua, për mua nuk do ketë një proces për avokatin e popullit, sepse janë të hequr gjitha firmat dhe njëjta debat do të ndodhi dhe në parlament. Pastaj do të ishte shumë e trishtueshëm, me sinqeritet, sepse është në kundërshtim të hapur flagrant me çfarë ndodh me ligjin, me rregullimin e parlamentit, nëse do të ketë një votim se ata s'kan asnjë mbështetje, vetëm në rast se ata do të mbështeten po në atë moment, po ka kaluar afate tashmë 2 dhjetor dhe ato firmat tona janë bërë nul, po të hapet një proces tjetër se nuk ka mundësi të votohet dhe zgjidhet një se është antikushtetues. Pra, kushdo që do zgjidhesh nga i parlament me një ankim në gjykatë kushtetuese do të binte poshtë se nuk është vullneti atyre 28 deputetëve. Se po të vesh para gjykatës kushtetuese të gjithë vullneti është vullneti. Po këta që kanë firmosur, do vend gjithë do firmosur për të hequr kandidatin. Vetëm se do ta bëjmë pis dhe do ta marrim qafë dhe atë që do vej sot, sepse ky proces është nul. Këtë po them, kjo është garancia që kanë gjithë njerëzit që Partia Demokratike, pavarësisht gabimeve, fajit, gjunaheve, të gjithë secilit prej nesh, edhe nëse të gjithë njerëzit kanë përshprekur ndjeshmëri njerëzve, por nuk ka pasur proces, ju kërkojnë ndjes, ka një gjë. Ky proces do të shkojë deri në fund dhe nuk do të lë Partia Demokratike që zgjidhet. Pra, unë do të jam një nga ata firmëtarë që do të çojnë gjykatë kushtetuese, dash ta bëjnë tjetër, dash ta bëjnë, por në gjykimin tim dhe për çka kemi folur sot, në dijenin time janë se do ta bëjnë gjithë. Kështu që kjo është garancia për gjithë demokratët që nuk mundet bëhet një proces i tillë sepse anullohet i gjithë ky proces dhe duhet pa ato firmat tona të rinis një proces, ne nuk kemi kërkuar, shko, ato ka skaduar e afat, pra duhet hapi përsëri Komisioni i Ligjeve një proces, në të cilën ne do t'i çojmë ato 6 kandidaturat sipas asaj skeme që kemi kërkuar, ku PS-ja ka luksin nga ato 6 të eliminoj 3, kështu ka qenë është formula, dhe Partia Demokratike nga ato 3 do të zgjidhë ajo unanimisht, pra do të shkojë me një emër në parlament për votim dhe ne do të bëjmë atë brenda grupit parlamentar, do bëjmë votimin ton për të kultuar këtë do të çojmë me këtë profesion me dinjitos, kush ai pastaj që hyn këto kriteret e vlerësimit civis, e opozitarizmi etj me radhë, sepse de facto edhe Partia Socialiste ose ata tjetër që cilët pa votat tyre nuk e zgjedh dot i bëj çat dush, e kanë dhënë një konsensus duke i filtruar 3, pra duke mos eliminuar 3 kandidat nga 6 që dham. Dhe de facto ka dhënë konsensus që nga këta 3 mund të jetë. Atëherë po ja lejojmë vetë ta mbyllim. Ne kërkojmë proces të hapje nga e para në Komision Ligjor, nuk po themi ta nuk. Le të shpresojmë që këtë radhë do jeni çik më të përgatitur kur të hapet procesi i parë, por tani Flavio do të them vetëm një gjë. Do ma lejosh ta mbyll me nota humore apo do e mbyllim me nerva? Jo për ta thënë dhe për publikun dhe për ta sqaruar kështu juridikisht. Në momentin që ne kemi depozituar firmat tona për të rreshjen e firmës, në parlament është bërë shkresë zyrtare dhe ne nuk thut dot pa çu një firmë tjetër që do të tell pa ata. Ka kry punë kjo, është bërë institucionale tashmë. Ai qartë. E di kur do ishte Perla Korreshi? Që Endre Shabani të rikandidojë nëpërmjet Dajës dhe Hallatikut ta votojnë në parlament.
Mirë, dakor, burri hallet dalë tezë, më thënë kishte dalë ashtu, po dakor, me shtjetë gjë. Ja që aty përfundoi procesi. Për qetësuar shpirtrat demokratë që cilët mund të jenë ligështur, por realisht nuk ka pasi proces, nuk ka pasi shpirtrat demokratësh, kjo është puna e një opinioni publik që shef një grup parlamentar që ç'a të them. Po nëse do bëjmë shtet të rrallë. Po hajt nëse të kjo është gjë më fundit që mundoj, po me gjë. Po atë kishit ndodha ashtu e bëti, jo se se kishit qeveri ndorë. Fjalën e shokut Ulsi të komisioni, tek me kështu fjalë Ulsi të komisioni ligje për të kuptuar se si ata pavarësisht çdo gjëje, se kjo ka qenë edhe firmat janë tërhequr, dipët janë tërhequr për jo prej në Shabanit, nuk ishte e asaj dite, po kanë qenë tërhequr në blok për të bërë një proces ku realisht nuk ka pas një tillë dhe kjo ka konsideruar që mos bësh i keq me X apo Y, jep një firmë se s'do të ketë një proces, nuk do të votohet. Pra është bërë një gjë e cila nuk do të ndodhë realisht, pra që me qartë. Faleminderit Korreshi. Faleminderit. Respekti gjithë. E përshëndesim Semir Korreshi, ndërkohë miq të dashur, ne ku do kalojmë tani Greta? Kalojmë publicitet? Një të vogël. Një të vogël fare. Por do të rikthehemi vetëm pas pak. Qëndroni me ne. Ta hedhim për votim me këto të regjisë apo jo? Po mirë do ishte.